Bismillahirrahmanirrahim. Sabri në ditët e vështira. Ndryshe, filozofia e ngjyrave të errta në enën me ngjyrë të qelur. Ndoshta keni pa në për video në rrjetet sociale ku piktori e merr një enë, një gotë ose diçka, edhe aty vendos ngjyrë, për shembull të bardhë. Pastaj e merr një pikë me ngjyrë të zezë ose ngjyrë të errët, edhe e çet aty. Ti habitesh çka u bën, pse këtë ngjyrën e bardhë po e bën me të zezë ose me të errët. Ose merr një pikturë, edhe piktura është me ngjyra të qelura dhe vendos dikun një ngjyrë të zezë, një ngjyrë të errët. Ti habitesh, sikur duket pa kuptim. Për ka dale, ty e përzijat enën me atë ngjyrën e errët, ose duke e vazhduat ngjyrën e zezë në pikturë, duke e shpërnda, e sheh se ma vonë e njëjta pikturë ka marrë një formë shumë të bukur, është hieshu, ose kjo ngjyra që po e përzinaj ka marrë një vizllim, po vizllon, po shëndrit, sa ti nuk e parashikoje në fillim. Pra, duket që është dëm kjo ngjyrë e zezë ose errët, po ajo ka dobi edhe jep hieshi pikturës ose kreta asoj ngjyrës që kur ta vendos, qoftë në makinë, qoftë në mur, qoftë në fasadë, qoftë në pikturë, ajo e vizllon që ngjyra që është duk se është e errët. Kështu janë, të dashur vëllezër, edhe ngjyrat apo ditët e errëta të jetës tonë. Allahu xhaleshanu nëse guxoj të them, është piktori i jetës tonë. El Musawwir, ai që ka kriju, e zbukuron e hieshon e pikturon jetën tonë. Në pikturën që Allahu ka zgjedhur me na vun jetën tonë, ka ngjyra edhe të qelta, edhe të mbyllta. Ka dhe ngjyra të zeza. Asesi nuk na lejohet neve që me i marr me siklet ditët e zeza, ditët e vështira, sepse ndoshta që ato ngjyra të ditëve të vështira e zbukurojnë, i japin hieshi, edhe e vizllojnë jetën tonë përgjithësi. Nesër mas 20 vjetë, 30 vjetë, na marrin vesh se ato ngjyra të errta kanë qenë ato që kanë zbukuru edhe i kanë dhënë pamje të mirë edhe vizlluese jetës tonë. Para mendon një djalë i cili ose një vajzë ose një njeri i cili është rrit gjithmonë në mirësi, tan jeta e tij ka qenë mirësi. Kur nuk është provu me një sprovë, me një varfri, me një smundje, me një telashe, a ka me ja dita i vlerën ditëve të mira? Nuk ka me ja ditë. Një person i cili kretë senet ka pas hazër prej babës, prej familjes, a ka mundësia e njeri më konë nesër personi ideal për të udhëheqë vendin? Personit të cilit i besohet një amanet shumë i madh. Jo, sepse ai është vetëm sipërfaqësor, ai nuk e di çka është sikleti, ai nuk e di çka është vështirësia, ai nuk e di çka është fukarallëki, çka është lufta, çka është smundja, çka është telashja, sprova me evlad, sprova me prindër, etj. Ai është sipërfaqësor. Prandaj ditët e vështira, ditët e errta me ngjyra të zeza, në jetën tonë mos mendoj që gjithmonë janë të këqija. Ato janë khair për ty. Janë një shembull nga vetë Kurani. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Allahu xhalla shanuhu ka thonë vërtet, bashk me vështirësinë vjen lehtësimi. Pastaj ka thonë prap me vështirësinë vjen lehtësimi. Vështirësinë pa hyrë në detaje, e ka përmend një vështirësi, dy herë ka përmend të njëjtën vështirësi, kurse lehtësimin i ka përmend dy lehtësime. Andaj është hadithi, nuk i mund një vështirësi dy lehtësime. Në këtë ajet një vështirësi është janë dy lehtësime. Edhe është interesant se Zoti ka thonë ma'a do të thonë bashkë me. Nuk ka thonë pas çdo vështirësie vjen lehtësimi. Jo, me çdo vështirësi vjen lehtësimi. Pra në momentin që Allahu xhaleshanuhu e ka çu vështirësi në jetën tonë, dije se kur e ka vendosur atë ngjyrën e zezë ose të errët në atë enën me ngjyra të bardha, të mira tuat, Allahu i lartësuar veç e ka përgadit një lehtësim. Mbrana që asaj ene
Ku ka është vështirësia, është edhe lehtësimi. Është problemi se na nuk mundemi me kuptu atë lehtësim në moment. Por gjithsesi në atë pikturën e jetës tonë kena me vrejtë se çaja vështirësi, e cila i ka sjell dy lehtësime, me të cilën i kanë dy lehtësime bashkë. Pra në momentin që është përgatitur edhe gjuhët e ngjyra në jetën tonë e errët, ajo është gjujt në lehtësim. Veç për me zbukuru jetën tonë, për me heshu, për me të bëtë ty më të fort, dhe ti me kuptu se në pikturën e jetës tonë ajo ka qenë vetëm një pamje, një paraqitje sa më e bukur se sa ati që veç krejt e ka flet të bardh pikturën e vetë dhe s'ka kur farë ngjyra në ta. Kur farë ngjyra. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, vërtet fe inna an-nasr ma'a as-sabr, ndihma, fitoria vjen me sabër, wa inna ma'al usri yusra, dhe me vështirësi vjen lehtësimi. Je thani me këtë rregull se çdo ngjyrë e errët që është përzi, çdo ditë e vështirë e errët që ka në jetën tonë, është një zbukurim, edhe është në atë pikturën e jetës tuaj, nuk është patjetër me marrë vesh, sikur se në fillim të pikturës që se merr vesh piktorin, por e merr dikur ma vonë kur të kompletohet ajo piktura jote. Prandaj dijeni se Allahu çka ka përzgjedhur në jetën e juaj çdo lloj ngjyre, veç nëse bëni sabër, ajo ka me ju hjeshu, ka me ju zbukuru dhe ka me ju ba bura dhe personalitete ase si s'ka me ju thyë. Jetoni me këtë bindje, mos u thenu.